Shansin e parë nuk e shfrytëzoi. Andaj, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në mbledhjen e së njëjtës, Aleancës Kosova e Re, ja dha paralajmërimin e fundit. Aleanca Kosova e Re me akronimin AKR, e regjistruar në KQZ me 7/12/2007, ka qenë obliguar që Kuvendin e radhës ta mbajë me datën 25 shkurt 2026. Deri në këtë datë zyra për regjistrimin, certifikimin dhe kontrollin financiar subjekteve politike nuk ka planuar asnjë njoftim për mbajtjen e Kuvendit. Për më tepër, zyra e ka njoftuar partinë politike për obligimet e saj ligjore për mbajtjen e Kuvendit përmes emailit të datës 4 shkurt 2026. Që partisë të mos i vendoset përfundimisht dryre, ju dha edhe një mundësi e fundit. Ta obligoj partinë politike Aleanca Kosova e Re me akronimin AKR, që në një afat shtesë prej 45 ditësh të mbajë Kuvendin e saj. Kjo edhe u miratua, por subjektit që dikur drejtohen nga Behgjet Pacolli, ju dha edhe një afat e një detyrë. Me 11 vota për, miratohet rekomandimi, ashtu që pezullohet partia politike Aleanca Kosova e Re dhe obligohet që e njëjta brenda afatit prej 35 ditësh të mbaj konventin. Veç kësaj, në këtë takim të KQZ-s u zëvendësuan edhe disa anëtar të kuvendeve komunale që janë ndërhequr. Atëherë në Istog janë 5 zëvendësime. Naim Belula i zëvendësohet nga Hajrush Shoshi, Abedin Kabashi i zëvendësohet nga Bedri Haxhiu, Agon Dresha i zëvendësohet nga Hakip Pëdrimaj, Kushtrim Buleshka i zëvendësohet nga Faj Kalushaj dhe Merita Bityqi i zëvendësohet nga Valbona Andemaj, ndërsa në fushë Kosovë Bashkim Krasniqi zëvendësohet nga Suhat Ademi. Kjo përbërje KQZ-s mund të ndryshojë shpejt pasi disa anëtar janë në fund të mandatit. Kësaj presidentja ka kërkuar emrat nga partitë, e që klani mëson se AK e LDK i kanë dërguar emrat e anëtarëve aktual, teksa të tjerat ende. Të lashe ka dhe në